Në qytetin e Gjirokastës ka qelur si parin festivalin ndërkombëtar i muzikës klasike Gjiro Klasika. Përgjatë 5 ditëve të festivalit, instrumentistë të rinj, vendase të huaj do të performojnë në skenat artistike në Kalan e Gurtë dhe godinat muzeale. Gjiro Klasika për të gjithë konkurrentët dhe ardashësit prezanton një program të pasur vlerash muzikore. Këtë vit ky festival do t'jap vëmendje të veçantë artistëve më të rinj të skenës shqiptare dhe jashtë saj, të cilët kanë histori suksesi në rrugëtimin e tyre artistik. Gjiro Klasika është një mundësi e bukur për të ndjekur nga afër këtë artist, një fest që frymëzon brezin e ardhshëm të talenteve shqiptar. Publiku ka qenë fantastik edhe ndjenjat janë papërshkrueshme. Atëherë sot ishte nata e parë e edicionit të 5 të festivalit Gjiro Klasika. Ishte një mbrëmje shumë e bukur me spektator, me të ftuar, me fëmijë, konkurrent. Ishte një mbrëmje fantastike. Do të ketë në vazhdimsi të tilla mbrëmje, do të ketë 5 aktivitete shumë të bukura. Edicioni 5 i festivalit Gjiro Klasika është edicioni që i kushtohet të rinjve. Çfarë do të thotë të rinjve? I kushtohet të rinjve të cilët kanë një histori suksesi, janë artistët e rinj sot për sot të skenës shqiptare, por dhe jashtë saj. Aktivitetet kulturore dhe artistike tashmë janë pjesë e sezonit turistik në Gjirokastër, duke tërhequr vizitorët vendas dhe të huaj.